edhe i heq ato duart, edhe diçka thot Edi Rama sikur o e ke pas nevojë për spionin tënd, ashtu francez për me ditë kush jam unë, diçka tillë ka thënë edhe pjesë e Partisë Socialiste është edhe Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, i cili e keni me një moment një video kur janë mbyllë sytë kryeministit edhe aty e prezanton me juve. A mund të na përshkruaj pak? Pas ka arkiva të thera, po shoh që mirë, Partia Socialiste e Shqipërisë është parti motor e Partisë Socialiste. Bile që të dish si Partia Socialiste me Partinë të Socialistëve Evropian kam qenë pjesë e delegacionit që zyrtarisht një ditë kemi ardhur në Shkodër, pastaj në Uçin bile që kemi mbrojtur fushatën e parë të Edi Ramës. Ky në emrin e Partisë Socialiste, në ashtu si ka marrë pjesë në një kongres bile të Partisë Socialiste të Shqipërisë, po. Kur e kam mbyllë syt, po, ka qenë një kongres të Partisë Socialistëve Evropian në Berlin në vitin 2022 a 23, të shka vjeshtën aty. Po, në ka kap kamera aty, ishte pa pritur. Jo, po kisha përcjell kryeministrin edhe një këshilltare të kryeministrit, është edhe sot kabinet, ishim ne të tre, edhe duke bisedu me dikë që ishte këtu, s'di më kush ishte një Gjermana, kush e diu. Edhe po vjen zotni Edi Rama nga brapa, vjen, edhe është i gjatë, i shoh nga larg. Edhe vjen një moment i them kryeministrit, po vjen Edi. Po ai s'më dëgjon se është duke fol me dikë, po i përsi, po vjen Edi. S'po dëgjon von. Edhe ky vjen Edi Rama, pja bërë kështu me... Edhe Albini ishte këtu, edhe ky i thot, kush jam? Edhe vjen në moment ku i them, është kryeministri i Shqipërisë, Albini. Okay. Edhe i heq ato duart, edhe diçka thot Edi Rama sikur o e ke pas nevojë për spionin tënd, ashtu francez për me ditë kush jam unë, diçka tillë ka thënë, edhe atë moment Albini ka fol, ja, patjetër ne njoh moti prej Koesburgut etj. Po, ne nuk kemi ditë që ishte kamera atë ditë. Po, nejse. A pa bisedë tani pastaj me Edi Ramën? Këta? Edhe ju personalisht? Po, me Edi Ramën më njeh e njoh, në atë moment, po, miksore ashtu, jo diçka të thera ashtu, si ka pas të tjerë, tani vërtet ishin kamera. Po, ata të dy kanë pas bisedat e tyre mes dy kryeministrat, nuk është problem, flasin shqip me njëri tjetrin. Kjo është kryesorja. Po, më mirë, ashtu është, po.